Kam një menaxhere që është shumë manipulante, shumë gënjeshtare, me të tjera të qesh, ndërsa me mua sillet keq. Ka një sjellje shumë të keqe, nuk di si të veproj, më ndihmo të lutem. Çfarë të bëj? Unë jam pyetje përgjigje. Ti rri korrekt. Nëse ti rri korrekt, i merr gjërat me qetësi, e ftohur nga emocioni, apo nga, si me thënë, prekja e momentit, do të vi situata në favorin tënd. Thot Zoti në Kur'an, fa inna ma'al usri yusra. S'ka dyshim se në vështirësi Zoti ka sjell edhe lehtësimin. Kështu që do ta lehtësoj Zoti çdo gjë. Bëj dua Zotit, lutju Zotit, ruaj qetësinë, me kujdes, me buzëqeshje. Kështu që nëse ti je korrekt, nëse ti je e qetë, nëse ti je korrekte, nëse ti je e qetë, nëse ti nuk vepron në sajt momentit, situata do të kthehet në favorin tënd. Ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, fa inna an-nasra ma'a as-sabr. Fitoria dhe nga dhënimi vjen me durim. Çdo thot fjala durim, vetë përmbajtje, vetë përmbahu. Mos reago, merr gjërat me qetësi, buzëqesh, thuj vetes stresit zero, edhe do të kaloj situata.